program podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Ky program është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe larmisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive. Përshëndetje miq të ekranit të televizionit të UTA. Takohemi së bashku në thesaret të traditës son. Kemi mbërritur në Gusinjë, ku ka më bukur se të vizitojmë trojet tona shqiptare. Kur përmendim Gusinjën, na vjen ndërmend menjëherë krojet Ali Pashës. Përpara se të vijojmë me bisedat që kemi marrë nga këto treva për historinë e kësaj treve, ne do të shkojmë një përshkrim të këtyre krojve, të kësaj bukurie, ku ka më bukur se kur uji prek malin. Krojet e Ali Pashës janë një nga thesaret natyrore të treves së Gucisë dhe kanë lidhje të drejtë për drejtë me periudhën e sundimit të Ali Pashës te Pelenës. Sipas legjendave dhe dokumenteve historike lokale, Ali Pasha i vizitonte këto burime gjatë udhëtimeve të tija në veri të Shqipërisë dhe Malit të Zi, duke njohur bukurinë dhe pastërtinë e ujrave. Krojet nuk janë vetëm burime ujrash, ato kanë qenë pika qendrore për karvanet dhe udhëtarët që kalonin në këtë zonë gjatë shekujve, duke ofruar ujë të freskët dhe strehem të shkurtër për njerëzit dhe kafshët e tyre. Në një kuptim simbolik, krojet e Ali Pashës janë dëshmi e lidhjes së njeriut me natyrën dhe kujdesit që banorët e Gucisë gjithmonë kanë pasur për mjedisin. Ato nuk shërbejnë vetëm për nevojat praktike, por janë edhe një vend takimi dhe përkujtimi historik, ku çdo gur dhe çdo pik uji tregon për kohrat e lavdishme të zonës dhe vizitat e udhëheqësve të mëdhenj të kohës. Sot, krojet janë një atraksion natyror i pasur, i ruajtur me respekt nga komuniteti lokal dhe vizitorët, duke mbajtur gjallë traditën dhe kujtimet e shekujve.
Gucia është një tref që ruan brenda vetës një bukuri të veçantë dhe një histori që flet pa fjalë. E vendosur në një peizazh malor të lartë, me lugina të gjelbëra dhe burime të kristalta, kjo zonë ka qenë vend i populluar që nga parahistoria. Në shekullin e 14, Gucia përmendej si ndalesë e rëndësishme për karvane që udhtonin nga Dubrovniku drejt Shkodrës, Pejës e Stambollit. Ky pozicion strategjik e bëri zonën një qendër të zhvilluar tregtare ku zanatet, tregtia dhe administrata kishin një rol të madh. Për shekuj me radhë, kjo trep ka ruajtur veçeverisje dhe autonomi të pjesshme, sidomos gjatë shekullit të 19, kur Kaza e Gucis funksiononte si një entitet administrativ me një autonomi të fortë, duke u kujdesur për vetveten dhe duke ruajtur traditën lokale. Gucia ka një trashëgimi kulturore të pasur, kullat e gurit, si ato të baligjve, çekiqve dhe radonçiqve, janë dëshmi e një arkitekture tradicionale dhe një mënyre jetese që ka rezistuar kohës. Burimet natyrore të njohura si krojet e Ali Pashës dhe burimet e tjera të ujit të freskët janë pjesë e identitetit të kësaj treve, duke i dhënë vendit jo vetëm bukuri, por edhe rëndësi praktike për jetën e përditshme të banorëve. Demografia e Gucis ka ndryshuar shumë gjatë shekujve. Në shekullin e 19, qyteza kishte rreth 1600 shtëpi dhe 240 dyqane, ndërsa pas mesit të shekullit të 20 filloi një periudhë migrimesh masive drejt Shqipërisë, Turqisë, Europës perëndimore dhe Amerikës. Këto migrime, së bashku me ndryshimet administrative pas luftës së dytë botërore, ndikuan në zbrazjen demografike dhe në dobësimin e fuqisë ekonomike të treves. Megjithatë, Gucia mbetet një vend që flet për kulturën, historinë dhe natyrën e pasur. Lugina saj, male që rrethojnë burimet e ujit dhe qytetet e vogla që ruajnë arkitekturën e dikushme, bëjnë që çdo vizitor të ndjejë lidhjen e veçantë midis njerëzve dhe vendit. Për banorët, kjo tref nuk është thjesht një vend banim, është identitet, kujtim dhe shtëpi. Dhe çdo rrugicë, çdo gur i vjetër dhe çdo burim i pastër i ujit flet për një histori që nuk harrohet lehtë, duke i bërë Gucis një thesar të çmuar të trashëgimisë shqiptare. Duke u nisur edhe nga pozita apo detyra që keni në organizatën turistike, na tregoni pak çfarë bën Gucin veçantë për nga kultura dhe tradita. Gucia është e veçantë për përcjelljen e traditave me ndikime malësore dhe historike. Mikpritja, besa dhe ruajtja e ligjeve familjare janë pjesë e traditën tonë dhe identitetit e Gucis, dhe që ajo pjesë e kulturës e Gucis është dyqysh shumë e famshme edhe shumë e veçantë, për që qatë rolin e kena marrë si organizata turistike për me zhvillu edhe për me prezentu qatë traditë dhe qatë historinë në botë. Gjithashtu edhe kultura e Gucis është veshja popullore, kënga dhe vallja popullore, më të cilat ruajmë historinë dhe traditën nga Haris. Po, cilat janë traditat më të njohura këto në Guci? Traditat më të njohura, si që i kom përmend, janë që ajo mikpritja e njerëzve që jetojnë këtu, që ajo jetë tradicionale që hala janë ato e mbajt në 21 shekull, dasmat e veçanta, festimet familjare, si dhe ornamentet në qëllima që i kanë endur nanat e tona. Veshja jone dhe vallja jonë është identiteti me të cilën jena krenare edhe prezentojmë kudo që jemi. Po, a ruhen ende veshje tradicionale dhe kur përdoren më shumë të ato? Po, veshje tradicionale hala përdoren, edhe në ditë sotit i veshim në për festa kombëtare, në për dasma, në aktivitete kulturore, edhe gjithashtu që ato veshje kombëtare veshen edhe përdoren në folklor. Kështu që gjithashtu edhe për veshjen e nuseve të tona dhe janë në pjesë me të cilën krenohemi hala. Çfarë roli kanë këngët dhe vallet popullore në këtë zonë? Këngët dhe vallet popullore janë pjesë e rëndësishme e identitetit kulturor, edhe tregojnë histori, trimeri dhe dashuri që kena për vendlindjen tonë.
A organizon festa dhe aktivitete tradicionale gjatë tër vitit flas? Po, gjatë vitit i organizojmë disa festa lokale, tubime folklore dhe disa aktivitete. Më e njohura është festa ndër emër Vera e Gucis, edhe që ajo fest është e kena bo si traditional, se na e bojmë për çdo vjet, edhe dyqysh tash ajo është më e njohura edhe gjatë verës e mbajmë mas shumëti. A ka vende apo objekte historike që tregojnë historinë e vetë Gucisë? Po, ka shumë objekte që përmbajnë elementet e traditës dhe dëshmi të jetës dikushme. Ma e njohura është që ajo dhoma e Gucisë, besoj që e keni inqizuar përpara, e cila përmban shumë vegla, pune, shumë elemente të jetës përpara, që e kanë jetuar në Guci, dhe mban kujtimin e mënyrës tradicionale të jetës. Po, si ndikon turizmi në ruajtjen e traditave? Turizmin, na në këtë vend, dyqysh e kena lidh turizmin me traditën, sepse e kena pa për çdo vizitor që ardh qëtu edhe e ka vizitu këtë vend, e ka pas shumë interesant traditën tonë edhe historinë, për që ata e kena pa një farë shanse ku mundem me lidh turizmin me historinë edhe traditën. Po kur është Gucia më e vizituar gjatë vitit? Qysh e kom përmend edhe qatë manifestim të verore, edhe në qatë kohë na nivelin e turistave edhe vizitorët i kena në nivelin më të lartë gjatë verës. Duke u nisur me vizitore apo me turizëm, ne kuptojmë që kur vinë turistët, ne gjithmonë ju japim një sugjerim. Çfarë tërheq më shumë ti turistët kur vizitojnë Guci? Përmes komunikimit me turista edhe që e kom brejt vetë, kom mujt me zbulu që mas interesant e kanë këtë vend edhe natyren që është pa prekur. Gucia është rrethu me male edhe me bjeshke që hala për një me e ka natyren e pa prekur edhe që ajo po mduke që është ma e veçantë. Po çfarë mesazhe keni për trim, për ruajtjen e kulturës dhe traditave tona? Flas jo vetëm për të rinjtë e Gusinjës, por në përgjithësi në treva shqiponëse. E kisha dërgu mesazhin që duhet të keni me pas krenari për rrënjët e tyre, edhe të mësojnë historinë dhe të ruajnë gjuhën dhe kulturën për brezat e ardhshëm. Kanë dalë zonat e po mrizojnë me malt bjeshkve ku vendojnë. Në rem qërpigve u karavesa po vinë rrëth do hijet zeza. Po vinë rrëth do hijet zeza. Ali flenas kotet, po i peshon stinet dhe motet. Til një herë po shaj Gucisë, një të rim po i pjen malësisë. Një të rim po i pjen malësisë. Ka dal me pushkën fashet për djelim nija. Jo as kur të zval të limit, s'njohin lerat e Berlinit. Fej ka piset, ka kimore, nëse ston me
Ali Pasha I bjen shpinatit si vetima në gjitët shpatit. Elshon zanin me duhi kush dy herë se pa me sy. Kush dy herë se pa me sy. Pas ka ardhë ora Shqipënis me I dal zot klav e gucis. Për pa ushter drinje valbona spindor t'buj këto trojet tona. Spindor t'buj këto trojet tona. Stirgjen bjeshkëve t'jem të ri, pushken dorë barutin qi. Si lumejt që m'pushin I depet, mbrin në shish nga vila jetët. Na prit pak, Ali Pasha, jem Kosova me t'jeme vasha. Jem Shqipënia me t'jeme vasha. Na prit pak, Ali Pasha, jem Kosova me t'jeme vasha. Jem Shqipënia me t'jeme vasha. Shikues të televizionit të UTA, jemi në një moment të veçantë do të thoja, sepse bisedat tona nga Gucia sot, përveç se vinë për të sjell pamjet e bukura dhe magjepse të këtij vendi, është kënaqësi që ne jemi brenda shtëpisë e cila, kështu do ta them, një shtëpi përndryshe pra, siç të gjithë themi, xhamia, është xhamia e re në Guci, e cila të jep ndjesinë pozitive, por më shumë pozitive edhe për mikpritjen që na bëri edhe imami kësaj xhamie. Të jesh në Guci, në një vend e cila përqindja më e madhe e popullsisë është e konfesionit islam, besoj se kemi shumë çka për të folur, por edhe për të sjellë historinë e popullit në aspektin fetar e jo vetëm. Imam Alen Çapović, përshëndetje, faleminderit që pranove ftesën tonë edhe të jemi së bashku në këtë bisedë. Faleminderit që keni orë. Faleminderit për mbështetje që keni gjetë pjesë me orë dhe na vizitu këtu, me do një pjesë e jetës me ju, edhe kam shumë kënaqësi për ju, respekt për televizionin e juaj edhe shikuesit e juaj që sot jeni këtu me ne. Emisioni Thesarët ka për qëllim që të vëj në dukje thesarët e vendeve, e trojeve shqiptare, jo vetëm. Tani të jesh imam në Guci, në një vend I cili ka, siç e thash edhe në hapje, pjesë më të madhe të popullsisë të konfesionit islam, por nga ana tjetër me gjitha vështirësitë edhe emigrimi me shumë plagë të saja, si është në fakt të jesh imam në këtë komunë? Në vend por, kur se kum deklaru diçka veten si imam. Pse jam pjesa e këtij vendit, jam gruda e këtij popullit. Kam rritë këto në këtë qytet, në këtë qarshi, kam shumë aktiviteta edhe bile kur më keni vogël dhe I tash, edhe më kanë pranu si një djalë I vendit. Edhe kur disi vetën, as popullit më kanë pranu që jam hoxh, që jam diçka përpora popullit, po jam një njërë shumë I thjesht. Ju me thonë që është me livdu vetën, kur se livdoj vetën, as nuk është me rregulla me livdue, po me tallon dikush respektin, nuk është me qit një kapuç në kry, ose më vesh me qit një kravat, po respekti, refleksionit me respekt. Kur t'jepesh dikujt respektit, atëherë edhe të kthehet që është.
Cilat janë sfidat që përballet komuniteti musliman në Guci? Po këshirni, sikur në krejt botë, ashtu është edhe të në. Unë si imam jam shumë i kënaqur me popullin tëm, me xhamatin, me krejt komunitetin, pse këto, sikur që keni thonë, nuk jetojnë veç muslimanët. Na kemë edhe kristiane, kemë kristiane ortodokse, kemë kristiane katolike, po që guxojmë me thonë që ashtu na këtu jetojmë si një familje e një dhomë e madh, edhe i dojmë krejt bashkë. Thotë është një harmoni fetare. Po, pse këshirni, me kënd fetar nuk është me mojt fejen. Ai që cili respekton fejen e vet, respekton edhe fejen e huaj. Edhe që aty këta trojet disi janë mësuen kushte vështire. Pse na jena mbyllur i rrethur me Alpe Troje, edhe sot për shembull në këtë ditë na nuk mundem me kalu as në Kosovë, as në Shqipëri. Përpora e kem një rrugë që cila nuk është gjithmonë i hapur për ne. Najherë në hapën, najherë në mshilën, jam ka foli me simbolik. Edhe na këto i na mësuan, kështu najherë thom, ndoshta është ftoft, ndoshta ka borë, ndoshta ka edhe okull, po zemrat janë nxehtë, edhe shpirtat janë nxehtë. Çfarë shtojmë na këto? Shumë e bukur. Rinia si po kupton këtë? Këshirni, edhe jo një ri, po gjenerata jem kur ka rrit, na e kem pas një mihall, një libër fetore, po ju për vetën edhe në shtëpi, po e kem pas për një rrugë, për një sokak, edhe kem pas një Kur'an mbyllur me peshkir, diku në lanë raft, edhe na e kem pas që ato fe. Sot nuk është qashtu, kja rinia është shumë inteligjent, edhe kanë shumë burima ku mujnë me morë shkencën, ashtu edhe shkencën islame. Edhe du me thonë që shumë lexojnë, shumë përcjellin edhe shumë janë i përgatitur. Edhe është sfidë me bo një kontakt me ata, ose mi dal në vi, si thojmë na, edhe me bisedu me ata. Çfarë pyesim më shumë? Janë të gjitha të lidhura me fenë apo edhe me jetën e përditshme, themi për të vazhduar punën, rikrimin e familjeve, çdo gjë tjetër në Guci? Këshirni, na sot jetojmë shumë shpejt. Globalizimi është i madh. Ashtu është edhe integrimi, ashtu është edhe interakcioni. Mu duket që kjo rinia është shumë korrekt. Edhe mu duket Allah i shpërbleft tona, pse jeni vonu pak për dreken, keni mujtë me po që na shumicën prej xhamatit i kena rinin. Do me thonë, kam pak ma shumë se 40 vjetë, gati tona krejta ata janë majrisone. Problemin ose pytin që qesin mas shumëtit është sikur të tona, padrejtësia. Padrejtësia për shumë sene. Sikur që është globale lufta në Gazë, në Palestinë, sikur që është problemi këtu të na, pse dikush s'na pranon, pse dikush s'na merr për serioze, pse nuk jena e kfal, pse nuk jena të njëjtë me ton tjerët. Mas shumëtit prej që ata pyetjet, ka edhe pyetja fetare, po ata janë gjithmonë përcjellën mes dite, se çka kem aktual për çat ditë çashtu edhe flasim aty, çashtu. Është një popullsi e cila përveç harmonisë fetare jeton edhe në harmoninë atë multietnike, dhe le të themi ka shqiptar, ka bosnjak, ka malazez. Po. Si gërshëtohen, edhe nëse flasim në aspektin tjetër të shqiptarëve, sa po e ruajnë? Po, këshirni. Na kena dy lidhje. Një lidhje kena mes fesë, këto jetojnë shqiptarët edhe bosnjakët, si janë musliman. Po e kena një lidhje edhe mes kombit. Shqiptarët që cilët janë katolik edhe musliman. Po harmonia është i madh. Na këtu ku jetojmë, krejt i dojmë bashkë. Do me thonë, na i vizitojmë tjertë, shkojmë kur linde, shkojmë në spital, shkojmë dikun, kur desi dikush. Na nuk shirim çfarë feje ose çfarë konfesionit është. Do me thonë, edhe është menimi janë edhe besoj që shumic ma pranojnë, pse më kanë vonë drejt me kënë hoxha i tyre,
që këtu ekzistojnë veç dy lloj popullash, ata që janë të mirë dhe ata që janë keq. Edhe çka mund me kenë arsye për mu ky vendi. Do me thonë, si strategjik, si geopolitike që jetojmë këtu, na e mësu qashtu. Pse na s'kem pas tjetër. Na s'kem pas kushte tjerë. Kem pas me zgjidh veç çka kem gjetë këtu. Edhe se kem pas kollaj. Po ken i vështirë, po keni thonë që jena pozitiv edhe dua me përcjell këtë muhabet që jena pozitiv. Jena i kënaqur, jena krenar. Jena shumë i thjesht. Pse kur je i thjesht, atëherë mundesh me hap dyrën gjithkund. Që don disi me rrethu veten, që don me vesh ndaj dres, që don me do veten prej kombit, prej komunitetit. Atëherë dolen problemat. Na shoqëra Allahut, qasi problema nuk kena. Cilin thesar më të çmuar poruan Gucia ndër vite? Po këshirni, na i respektojmë tonë. Dhe që aty jetojmë si një shpirt, një thash, si një familje, edhe shumë jene kënaqur. Traditat kulturore kur i ndërlidhim me ato fetare, sa e rëndësishme është? Këshirni, shkenca thot kështu. Jo veç për fe, po edhe për kombin, pse dikush as nuk i don fejen edhe kombin. Për një komb, janë të kryesor. Vorat, teshat, edhe folklori. Folklori i menon du me thonë gjuhën, edhe ata që i të kotë shkruan. Ata që nuk i kanë këta, mes epitofat, mes epigrafat, mes ndërtesat, mes një kultur, ata janë humbur. Shumë mu ka dhimt në vere, kur janë kënë gurbet gjithë këto, i takova diso fëmijë dhe për mu interesant të flitet anglisht. Edhe i nola, kush jeni, qka jeni, na jeni Amerikan. Qfar emna i keni me emra shqiptar? I kujna jeni, baba patriot. A dini shqip me fol? Jo. Mu ka dhim shumë. Ata që nuk i ruhen gjurmet, që të cilët i kun përmend, në vend por, vorat, gjuhën, edhe traditën kulturore. Ata nuk mujnë me lidh, as me fe, as me kulturë. Pse qashtu një dit, mas një shekull, dy shekull, ku shkoni dikun, keni me po që shkron shqip. Keni me po shqiponjen. Çka keni me thonë? Oho, këto, inshallah jetojmë na, dhe i ditë të gjykimit, këto janë kanë shqiptarët. Pse? Pse këta i kanë gjurmet, që i dallojnë prej tjerët. Edhe mu dhime shumë se edhe shqiptarët edhe bosnjakët nuk do më kurit me ata. Pse kjo është një jetë i mirë, një beset i mirë, që na disi jena i sjellun shumë ka asimilimin. Kur kush nuk asimilohet ma letë se na. Se ndodhë? Sti. Na integrojmë mirë. Na gjithmonë ku shkojmë, na morim pjesë. Ashtu janë kene edhe i lirë për para. Nështë si një nacion, jena inteligent, jena i bukur, po dukem kështu mirë, edhe shumë kollaj po integrojmë. Ti ju nuk munim i dalua ata trinin kur vinë për shtetë bashkësisë Amerike, për shembull këtu kur vinë. Janë të njëjtë gotit si kur ata. Po integrohem shumë kollaj. Po mu dhimë disi. Edhe tash e ke marrë një zanat, krejt ma shumë edhe ma shumë, as ma nuk kthehen ka, po vorosin aty. Ashtu hupem ne. Edhe unë e kum pas qashtu, pse një kohë të vështirë, një kohë të keq, familja jem ka pas me dalë prej Malizi. Edhe në qatë moment jena dollë për rrugë Turqisë edhe jena zati dikun Macedoni në Shkup. Kur u do Macedonia prej Jugoslavisë në qatë moment,
na kem pas mu deklaru që i na ven Aliq aty. S'ka dert, na i kem gjithë letrat se na maj vjetër atje se Macedon që janë. Po, me çfarë bjemën i kem gjithë letrat? Në 1922, pse unë jam prej familjes Feri, atje na ka shkrujt Ferov. Është në Maqedoni në qatë moment, do kënë momente i bugarve, edhe qashtu me kanë shkrujt. Me 1922 kem gjithë edhe një letër, që ekzistojmë atje, parë libresë dhe qka, pra shëndetit dhe për qka o kënë, na kanë shkrujt Ferovski. Mu këthyën ka në Malzi prap, kem dosht me ndru krejt bjemni. Edhe na kanë regjistru si Shaboniq. Edhe na krejt ata i kem pranu. Pse? Me ekzistu, me kënë gjallë, edhe me kënë prezent. Si është të vjesh pasardhës e kënge? Është obligim. Është obligim edhe gjithmonë e kam men, ju veç pse jam robi Allahut, edhe jam i kënaqur se jam i robi Allahut, edhe shumë jam i krenar që jam musliman, alhamdulillah, po është rone edhe me kënë prej orëllës e Jakub Ferit, se na ka obliguar shumë, pse shkojmë shëtisim, bëjmë levizje, dini edhe dikush ju vetë kush jeni çka jeni, kum pas shumë rosta edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, kur i kum përmend kush janë njerëz janë shumë kam, me dhonë lavdi, me dhonë respekt për stërgjishin tem, edhe atëherë një njëri i thjesht, një njëri i but, një njëri që cili është i hosh, hoxhallar keni në botë, se të keni qenë. Po ashtu kur jep dikush respekt, është obligim, shumë obligim është. Edhe inshallah si aprishim edhe inshallah jena në qatë rrugë edhe i përcjellim qata gjurme që janë kenë ata për. Amin. Kur ecim rrugicave të Gucis, edhe shohim shumë shtëpi me dritare të mbyllura, që ndoshta çilen vetë gjatë muajit të verës. Si është nëse spjegojmë edhe në aspektin fetar një shtëpi që lihet e mbyllur? Është kjo është pyetje më e rëndë, pse në vetëm e kom qitë me nejtë këtu, me familje, me punë, me ekzistencë. Është shumë, edhe shumë i kumë për cilë që është. Edhe shumë xhamat kem formuar edhe kem kreatu këtu. Edhe kjo pjesë është shumë tranzitive. Po veç një rrugë, po dolin prej këtujt, emigrojnë. Migracionet janë të madhe. Edhe është më e rëndë që dolin në Amerikë. Aty është problemi, se dolin shumë larg. Për shembull në diasporën, grupet që i kena në Evropë janë shumë pak. Të ata vjen edhe 2-3 herë. Është edhe kushtet të mira dhe Malizi integrohet inshallah në Union Evropiane, do të thonë shumë akoma. Po na nuk kena pjesë në Evropë. Jonat kanë dalë në Amerikë. Në Amerikë kena, do të thonë plava e Gucia më shumë se 30.000. Edhe ju thash një pjesë prej ata asmo nuk vorosën ka, i vorosin aty. Edhe është problem, pse ju e keni po natyra, bukuria, paqësia, a do një mi këshirë këta Alpet, a do një mi këshirë lumt, a do një mi këshirë liqent, burimet, janë si Kur'anër, si kur Allah i Gjëshanë që i përshkruan në Kur'an. Edhe do harap kur janë kënë këtu këta na ka thonë kështu, si e kem lexuar na Kur'anin, kem mujt me pas veç në ëndër si është xheneti. Po kur jena orë te ju, kem po pse pjesa e xhenetit është këtu. Pse i lëmë këta trojet? Okej, kem pas presion për para, kem pas tragedie, na kanë ult, na kanë minimalizu, na kanë diskriminuar. Po tash më duket pse në këtë moment është pak demokracia. Sa e njohim historinë? Nisur nga ajo që ju më thoni, edhe flisni që jeni stërnipi i familjes i Jakub Ferit. Por ka rini sot që ndoshta
nuk e di, një më i vogël, për ta pyesim stërgjyshi kush ishte, ndoshta edhe nuk e di. Sa duhet të njëjtë historia, sa duhet familja të flasë që të njëjtë historia, edhe plejade. Einsteini ose Einsteini ka thonë kështu, edhe kjo është mesazhi jem për sot. Edhe për fe, edhe për komp. Edhe për këtë krejt auditorium që e keni. Këto janë fjalët e tina. Ai që nuk e din historinë e vet, i rikthehet gjithë. Që e ke pas familjen tragjedi, ka me të kenë gjithmonë tragjedia. Se dush me mësu vetën edhe dush mi ditruhet gjurmet për i kajt i ke edhe kushi. Na që nuk e dim, s'kem qka me lip. Nuk ekzistojnë. Në fund të doja edhe diçka, jemi në prag të muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Si e pret Gucia? Unë kur jep ligjëratët them që Ramazani është transformim. Edhe sinqerisht e vërtet është ashtu. Pse disi njëri si kreatimi dy-dimensionale, shpiritit dhe trupit ndryshohet. Do me thonë, prej një situatë hin situatë tjetër, ndryshohet shumë. Ramazani është një moment magjike për mu. Është muaj i bekuar, është muaj i Kur'anit, është muaj i pastrimit. Ju uroj edhe gjithë ata që janë fetor muslimane, inshallah me agjërim të lehtë, kollaj të pranum, edhe me kënë prej arsyes që cili edhe me ata vllazit e motra që më përcjellën, inshallah na bashkon në xhenet. Amin. Xhamia ku jemi aktualisht, themi xhamia e re në Guci, por në fakt në cilin vit është ndërtuar, edhe sa xhami numëron Gucia, por ndoshta edhe sa ka pasur që nuk janë më. Pyetja e bukur. Kjo xhamia është ndërtuar me 1899. Edhe prej kohës e Turkut, kjo është i ndërtuar i mbrëmt. Për që ato edhe ka emrin xhamia e re, ose mahall ku jena, pse Gucia është shumë interesante, do mes mahallave, kjo është mahalla e Radonçiçve. Dikush si e ka qefin, e dini pse na ngrem ka vetat, e thret xhamia e re, dikush xhamia e Radonçiçve, po kjo është i ndërtuar i mbrëmt. Xhamia e parë që u ndërtua, që kem gjurme historike për që ata, është xhamia e Pashës. 1605 ose 1602. Për qatë kohë janë edhe vorat e qytetit, që është një thrasim vorat e muslimane, për qatë kohë edhe me shumë shekull jena këtu prezent si musliman. Bashkia Islame Gucis i ka 8 xhami. 3 janë qytet, 3 janë në Vuthaj, një xhami është në Krushev, edhe një xhami ekziston në Martinaj. Do me thonë, prej qatë period janë krejt, prej 1602 janë niset, janë filluar, deri 1899. Kem pas edhe disa xhamia e Nizamit, do me thonë askerit e Turkut, aja nuk ekziston, kjo xhamia e Pashës nuk ekziston, xhamia e Ali Pashës nuk ekziston, xhamia e gjyshit Karagjurbegut, do me thonë gjyshi Ali Pashës, Karagjurbegut nuk ekziston. Këta janë të xhamia, nuk janë me fatkeqe, nuk janë krejt aktiv. Do me thonë, në tash i kena 4 xhamia i kem që janë aktiv, kur thom aktiv, do me thonë që folet 5 vakt edhe xhumaja, po i aktivizojmë edhe këta tjerë për Ramazan, për Bajram. Nuk është problemi dete bashkësia, është problemi që populli del edhe me qitën punë një horç në vend kur s'ka xhamat, është problem. Është problem për çata. Do me thonë, migrimi e këtij vendit edhe neve na pengon për xhamat. Këto janë biseda që burojnë nga zemra për të përcjellur mesazhe tek të gjithë ju që na ndiqni. Ne vazhdojmë të jemi me emisionin Thesaret nga Gucia e bukur për të përcjellur edhe biseda të tjera në vazhdim. Ndërsa vetëm pak çaste do t'ju lënë në shoqërinë e disa pamjeve të bukura që vijnë nga xhamia e re. Falenderoj Imam Alen Shabović për bisedën e tij edhe për gjitha mesazhet që na përcolli sot në ekranin e televizionit Teuta.
Këtu ku e nisem, këtu edhe do ta mbyllim. Kjo ishte e gjitha për trojet shqiptare në Malë të Zi, kjo ishte e gjitha për Gusinjën, pikërisht për aq që folëm sot. Kemi marrë pak nga historia këtij vendi, kemi marrë pak edhe nga histori personale të shqiptarëve në Gusinjë. Ne ju falenderojmë shumë që qëndruat me neve në këtë emision të Sarët të traditës sonë. Ne takohemi përsëri pas 2 javësh me një vend tjetër për të shfaqur tek ju, apo për të vënë pa traditat që kanë shqiptarët në Malë të Zi. Program podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeluje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Ky program është mbështetur nga mjetet e fondit për nxitjen e pluralizmit dhe lajmërisë së medjave, i cili shpërndahet nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audiovizive.